Fluksi i shtuar i automjeteve në Shkodër si pasojë e rikthimit të shumë bashkëqytetarëve nga emigracioni dhe rritjes së numrit të vizitorëve e turistëve gjatë sezonit veror, ka sjellë nevojën për një menaxhim të koordinuar të qarkullimit në qytet. Policia bashkiake dhe Policia e Shtetit kanë vendosur në zbatim një plan të përbashkët masash me qëllimin e lehtësimit të trafikut në aksat dhe segmentet më të ngarkuara. Periudha verës përkon me kthimin e emigrantëve në vendin e tyre, që sjell një rëndim të trafikut në qytetin tonë. Policia bashkiake në bashkëpunim me Policinë e Shtetit kanë krijuar një plan të përbashkët masash për të bërë të mundur lehtësimin e lëvizjes së automjeteve në qytetin tonë. Kërkojmë nga qytetarët bashkëpunimin e tyre me Policinë e Shtetit dhe me Policinë bashkiake, si dhe përdëruesve të rrugës, që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Strukturat përgjegjëse janë të angazhuara në terren duke monitoruar situatën dhe duke ndërhyrë për të garantuar një qarkullim sa më të rregullt dhe të sigurt për qytetarët, drejtuesit e mjeteve dhe vizitorët. Autoritetet u bëjnë apel drejtuesve të automjeteve për mirë kuptim, respektimin e sinjalistikës dhe udhëzimeve të punonjësve të policisë, si dhe bashkëpunim në mënyrë që ky sezon me fluks të lartë të përballohet sa më mirë nga të gjithë.